65 vjetorin e gjimnazit të Rëshën janë me detyreshme dhe jemi te muzeu. Buja aktivitet shumë i bukur që do ta përcjell edhe për emisionin që do kemi për gjimnazit, por një herë edhe do të jetë në YouTube gjithandej, domethënë kështu, sepse është një ngjarje shumë e madhe, po këtu janë ndalë Doninjën, pos aktiviteti tjetër janë ndalë tek muzeu. Se mund pëlqen me të ndërrejnë Doninja ku bëhet një event madh dhe i kushtohet muzeu. Ky është pak a shumë një muze modest dhe duhet të na bësh një guid për muzeu. Të gjithë kolektiv, të cilët kanë përmuar nga viti 1960 deri 2025, ku janë përmbledhur të gjitha që nga arsimi dhe historia e tij. Pra këtu kemi me dita dhe arsimi dhe historia. Pra që në 1632 shkolla, është shumë. E deri në vitin 2025. Pra që nga shkollat e parë të Velës, dhe ndjeshin edhe me radhë deri Okej? Do të bëjmë në dytë kimi drejtuesi gjimnazit të Shëndërvite, drejtuesi pra që nga Isa Alibaj, që është i pari, 1960, e tek e fundit që Donika Leshaj, 2020. Edhe kemi fundit në drejtore. Në drejtore. Ku janë të Sande. Dhe të fundit që ka kolegun tim, që është kemi këtu aty më shumë. Ndërkohë këtu kemi foto të viteve afrojmë pak edhe të vite të ndryshme, nga matura e parë 1964, matura e parë, e me radhë janë fotot ndër vite nga 64, 67, 71, me radhë janë fotot të mbledhura nga arkivi. Ma shumë bukur, matura e parë. Matura e parë. Këtu ka emrat e mësuesve, të nxënësve, e me radhë sa e mes. Jemi drejtori. Po, shumë bukur. Pastaj do me personalitete që kanë vizituar gjimnazin e Rëshën. Që nga Thomas Deliana, tetor 68. Ministri i famshëm dikur, se legjinueshëm Miqel Tapaj, Lindita, Nikola e tjerë. Dhe këtu nxën gjimnazin me medaljetar. Po. Okej, tu kemi nxënës gjimnazin me medaljetar viti 72. 72 do të Blati, do të Pietri, det Shkurti, Ermira Bardhi. Në 86 kemi Laura Sata, vajza Tonin Satës, vini 1990 Adela Quve. Tani drejtoresh. Unë kam intervistuar për emisionin Kuvend, një nga nxënësit më të talentuar që pas mirëditë. Edhe gjimnazi Rëshën, që është do të Pietri. Ka rrëfyer për gjimnazin, shumë kamshëm. Ndërkohë që ai kishte sjellë me veti edhe medaljen e artë të vitit 1972. Ja po është. Kjo këtu. Ashtu. Tani kjo medalje ju vjen për muzeun. Ma ka dhënë, nuk ishte mundësi me ardh, ma ka dhënë porosi që të ta sjell te muzeu që ju keni pa. Kështu që ta gëzoj muzeu, ta gëzoni ju. Shumë faleminderit. Që na ka dhuruar këtë medalje të artë, të ti që na shoh. Faleminderit. Atëherë këtë do ta shohim. Patjetër, do të gjeni një të bukur të posaçëm, do të vendosë këtë medalje. Në momentin po vendos. Okej, shumë faleminderit. Atëherë vazhdojmë tek. Këte kemi diploma të marrë nga ndërvite, nga nxënësit si që është Vera Përleka, e me radhë janë nxënës ndryshëm, kanë marrë dhe medalje të arta dhe çmime në eventet të ndryshme. Kompeticione të ndryshme, konkurrime. Një dita gazeta nga Gjimnazi Rëshën me ndërtimin e mësuesit Bardakpule. Po, me pardon, kam dhënë unë kontribut atëherë për këto gazeta, shumë bukur. Okej. Tu kemi nxënës të Gjimnazit Rëshën me titull dhe grada shkencore. Dhe që ti përmendim pak, Donika, ti përmendim pak, domosdoshmë ka shumë rëndësi ky fakt, domosdoshmë një gjimnaz, pse gjimnazi ka traditë, ka trashëgimi, por t'ju thënë dhe sot, sepse ne lidhim edhe me kohët e sotme, domosdoshmë. Ja çka ndodh me nxënësit e Rëshën. Luiz Gjoga, profesor doktor, Pal Nikola, Mark Marko, Aurel Toma, një nga kandidatët më të mirë të Evropës, jo thjesht austrisë. Ilir Berhani, Dot Prenga, Nuë Bardogu, që është në shkencëtar në Francë. Kristina Gjeqi, Sander Kovaci, Lesh Leshe, Arjan Tushe, Adrian Leka, Gjin Nogu, Vittorio Gjoni, Luana Rabi, Pranera Skona, Leon Kaza, Sashenga Leshe, Anton Mjera, Denisa Quj, pra shirë, gjithë ky enumeracion të talentuar që kanë nxjerrë pikërisht Gjimnazin e Rëshën. Edhe bravo pse që i keni ekzistuar, jeni shumë korrekt me kështu. Po vazhdojmë. Pastaj kemi të Gjimnazit e Rëshën me funksionet të larta shtetërore dhe publike. Dhe publike, okej. Duke filluar me kryetaria e Konventit Lidja Nikola e me radhë. Po, okej. Tu kemi historikun e Gjimnazit të Rëshën. Historiku i gjimnazit, pra, sa në një herë sa pak duhet për të dhënë, po, sa pa diçka të rrugë, kjo më pëlqeu këtu. Unë kam parë diçka ke Infokulla, për Mariana Graf Niket, për muzeologji është profesioniste dhe e ka nxjerrë historinë me ditës thjesht pas nevojave pas salla shumë mbaje,
thjesht në fletë në mënyrë se keni vepruar, ju keni vogëshoj, ju ka punë në mënyrë që mund t'i lëvizësh komunikën. Shumë bukur, pra me pak fjalë ti stankon historinë e gjimnazit. Tu e në foto certifikata ndër vitet të marra nga nxënësit e gjimnazit Roshen që nga Gjafita deri në 2005. Edhe i kanë sjellë, I kanë sjellë. Një shumicë mirë i kanë sjellë. Edhe shiko, ka shumë rëndësi që kur të që i ka marrë okay, ka shefi paje ke shtëpia, ka shumë më mirë se kur bën një muze mirë, unë besoj që këto është veni tuaj. Se flasim për muzeun e Mirtitës, shpesh herë artefakte që janë edhe muze që bëvi Pallati i Kulturës, domethënë ato gjëra që janë marrë, medalje që janë marrë etj, pse mos tihen në muze? Shqipëri brezë. Për sa tjetër në letërsi publicistik, po, që nuk i kanë munduar gjimnazit dhe janë nga më talentet që ka Shqipëria. Tu kemi pjesë të aktiviteteve artistike kulturore, me foto, me çmime të marra, me certifikata. Okej, drejtues e konvikit. Po, drejtues të konvikit. Te konvikit ke shtëpia që dos, jo që ndikur, pastaj deri te konvikit, te konviktorët e parë. Është shumë bukur, rrugë fantastike. Vim këtu, sërish foto aktivitete të ndryshme. Po. Projekte ndërkombëtare. Shikoj gjimnazi Vershenit, doni, në mendimin tim, spikat sa i përket projekte ndërkombëtare. Dhe ka mësues me emër, çik mësues janë, më pak disa mësues. Përse i përket që kanë punuar me projekte. Me projekte valgonare që është. Valgonare që dhe shih janë listuar të çka ti kemi. Po, patjetër, është edhe socialistës, dy socialistës, Bleta Kashore dhe Albana Prenda. Kemi Amelia Bardokun që është nxënëse e cila ka dhënë një kontribut dhe ka studiuar në Amerikë. Dhe a rikthyer përsëri. Kemi plot. Edhe i gjë bravo që keni punë vëzhgë tjetër këtu, se shoh për shembull vullnetarët e korpusit të paqes. Dhe i keni përmend që këto i bëjnë se kam intervistuar disa. Që nga Roy Pamshur Patrice Roy apo Vandër Mirtide, me Mirandën atje, Patriku ku ashtu dhe Diego Sara atje, gjithë shumë bukur, sepse ti të fusish në kujtesën e historisë muzeale, kontribute edhe nga jashtë, për mua është një pjesë shumë e madhe, bravo. Përsëri certifikat. Edhe këtu jemi certifikat. Diploma, foto ndër vite. Tu është ndërtesa e vjetër. Po. Ndërtesa e vjetra fare. Fare. E para dhe e reja që sot. Gjimnazi kemi sot. Okej, sërish vazhdojmë. Libra të botuar nga ish kolegë, të cilët janë që kanë dalë këtu. Po, janë në pension. Pasi dhe hartografinë e Pa Nikollit. Po. Absolutisht një atë më të mirë që ka Shqipëria. Tu jemi te disa shkolla që u hapen. Shkollat e para. Po, kisha shërbumit rubik. Ka shumë, po, ka shumë rëndësi. Ka shumë rëndësi, domethënë në fakti që ne të përmendim kishën se nganjëherë tani shkolla e parë. Shqipe, mësojtorja e Korçës e tjerë dhe bëjnë vetëm 150 sa vjeçare. Nëse ne kemi histori 300 vite i zhdukët. Kështu që një farë mënyrë kjo vend drejtsinë e historisë së arsimit shqiptar. Dhe fati i madh që Mirtita është një vend që ka një nga pasuritë të mëdha për t'i thënë kombit për arsimin kombëtar. Tu jemi me tu kemi kupa të fituar ndër vite nga nxënësit tanë në voleyboll dhe futboll. Po, që ne shquhemi për shumë bukur. Tu edhe kemi bytari ndër vite. Okej. Dhe jemi sërish me libra. Libra të botuar nga ish. Po, nxënës dhe mësues të Okej, tu keni një dhuratë nga shkolla Rubikut. Po, që në vitin 2014 kemi një dhuratë të bukur. Është punuar me Godina e Gjimnazit e punuar aq për mjeshtëri. Pra këtu ishte dhe kushdo mund vjen ta vizitojë aty normal, a? Patjetër. Që vjen ta Janë përpiqur ta vizitojnë çdo njeri. Ta vizitojnë dhe kushdo që ka artefakte, kujtime e tjerë rreth. Përsëri mund të sjellë. Ta pasurojë, se ky mund të pasurojë. Çdo vit mund të pasurojë. Unë falenderoj dhe ju uroj. Faleminderit. Shumë sukses. Faleminderit.